Mirëmbrëma dhe përshëndetje demokratë të Qarkut Lezhë, faleminderit për këtë pritje entuziaste sonte. Jemi mbledhur në foltoren pas vitit të ri. Ju uroj një vit të mbar 2026 për gjithë demokratët. Këtë foltore të kryetarit Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. Urime sepse kjo datë përkon gjithashtu me themelimin e degës së Partisë Demokratike e Lezhë, kështu që gëzuar. Kam kënaqësinë që të kem në panel sot kryetarin drejtuesin e Qarkut Lezhë, zotin Agron Gjekmarkaj, gjithashtu dhe kryetaren e degës, zonjën Donika Ndoj. Ftoj të marrë fjallën, zonja Donika Ndoj, për t'ju mirë pritur në këtë takim dhe për t'a hapur. Faleminderit. Mirëmbrëma të nderuar demokrat dhe demokrate. Mirë se erdhën në Lezhë profesor Dr. Sali Berisha. I nderuar drejtuesi politik, të nderuar deputet dhe kandidat për deputet. Është nder dhe përgjegjësi e veçantë, ju uroj mirëseardhjen në këtë bashkëbisedim të hapur në një moment historik për Partinë Demokratike. Sot shënojmë 35 vite së bashku, 35 vite sfidë, sakrificë, përpjekje, liri, demokraci për dinjitet njerëzor. Ndaj dua t'ju shpreh falënderim të veçantë për themeluesit e Partisë Demokratike, ata që guxuan, u përballën me diktaturën më të egër të Europës lindore për të ndërtuar pluralizmin politik në Shqipëri. Falënderim për gjithë kryetarët e Partisë Demokratike që mbajtën në këmbë Partinë Demokratike në momente shumë të vështira në degën Lezhë apo në Shqipëri. Partia Demokratike ka pasur ulje dhe ngritjet e saj. Përgjatë këtyre viteve ka kaluar momente të vështira, sfida të forta, na ka bërë që të reflektojmë. Por çdo ulje ka qenë një mësim, çdo ngritje një dëshmi që kjo forcë politike ka brenda vetes energjinë për të ringritur edhe për të korrigjuar. Vetëm duke dëgjuar njëri tjetrin, duke reflektuar me ndershmëri dhe duke mbajtur gjallë vlerat mbi të cilat u themelua Partia Demokratike, do të ecë përpara dhe do të qëndrojë pranë qytetarëve me dinjitet ashtu sikur i ka hije. Qëndresa jonë ndër vite ka pasur kosto, sakrifica dhe padrejtësi. Por demokratët lezhjanë nuk u dorëzuan asnjëherë përballë kësaj klike të korruptuar. Sot, realiteti shqiptar është i hidhur dhe dramatik. Kjo fal këtij situate politike që ndodh në Shqipëri. Shqipëria po zbrazet, rinia po hiken, fshatrat po shpopullohen, shkollat po myllen,
është ky integrimi europian për Shqipërinë tonë të dashur? Jo, ky është një dështim i një qeverisje të korruptuar. Ne nuk ua kemi borxh diktaturën fëmijëve tanë. Ne u kemi borxh shpresën, guximin për të ndërruar dhe mundësinë për të jetuar të lirë dhe të barabartë në dheun e tyre. Prandaj, Partia Demokratike sot ka një bosh të qartë, liderin e saj profesor Dr. Sali Berishën, njeriun që mshiroi qëndresen, opozitarizmin dhe betejën për liri dhe demokraci. Misioni i Partisë Demokratike është të mbajë gjallë idealin në të cilin u themelua, të rrëzoj me çdo formë, me çdo kusht, me çdo mjet, këtë diktaturë e cila është instaluar këtu e 13 vite më parë për të ndërtuar një shtet të së drejtës ku të gjithë qytetarët të kenë të drejtë të jetojnë të barabartë në Shqipërinë tonë. Lezhë do jetë pjesë aktive e këtij ndryshimi historik, fal forcës, qëndresës dhe guximit tuaj të dashur demokrat lezhjan. Faleminderit për përkushtimin dhe besimin që i keni dhënë Partisë Demokratike në këto 35 vite, por më shumë faleminderit për këto 13 vite opozitë që keni qenë qendrëstar në qytetin tonë të Lezhës. Ndaj ju uroj gëzuar 35 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike Dega Lezhë. Dash Zoti 36-ta ta festojmë me fitore. Faleminderit të dashur demokrat. Tani kam kënaqësinë që të ftoj në podium drejtuesin e qarkut Lezhë, zotin Agron Gjekmarkaj. Të dashur demokrate dhe demokrat, të nderuar qytetar të Lezhës, i nderuar profesor Dr. Sali Berisha, të nderuar deputet, kandidat për deputet, i nderuar zoti kryetari i Bashkisë Mirdit Mlyshi, të nderuar zonja kryetare Ndoja, të nderuar rithemelues të Partisë Demokratike. Sot jemi mbledhur në Lezhë, në këtë qytet, me histori dhe dinjitet, për të përkujtuar 35 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike, forcës politike që ndryshoi rrjedhjen e historisë dhe të Shqipërisë. Sot është një ditë respekti dhe mirënjohje, respekt për burrat dhe gratë që patin guxim të ngrihen kundër diktaturës, respekt për ata që hodhin themelet e pluralizmit politik dhe respekt i veçantë për njeriu që udhëhoqi Shqipërinë drejt lirisë, demokracisë dhe perëndimit, profesor Dr. Sali Berishën. Falë kësaj force politike dhe këtij leadershipi, Shqipëria njohu arritje historike, thyrjen e izolimit shekullor, liberalizimin e vizave për qytetarët shqiptar, antarësimin në NATO, ndërtimin e infrastrukturës moderne dhe vepra mallore si rruga e Kombit, asfaltoi 11.000 kilometra rrugë anë mban vendit, ndërtimin e mira shkollave, ujësjellsve, rritjen e pagave dhe pensioneve, forcimin e seriozitetit dhe autoritetit të shtetit ligjor, goditjen e krimit, mbi 130 banda kriminale të çuara pas hekurave qysh në vitin e parë të qeverisjes, ndërtimin e gazsjellsit TAB, projekt strategjik europian, dhe kulmin e respektit ndërkombëtar me vizitën historike të presidentit George Bush në Tiranë përkrahas Sali Berishës, si dhe shpalljen e pavarësisë së Kosovës, e mbështetur fuqimisht nga qeveria e Partisë Demokratike. Por sot, pas 35 vitesh, jemi sërish në një udhkryq të rrezikshëm. Shqipëria po përjeton një nga periudhat më të errta të demokracisë. Zgjedhjet e 11 majit u vollën, vota u llunua. Administrata u përdorë si makineri elektorale, shteti u shndërrua në parti. Korrupsioni është bërë sistem, skandalet nuk kanë fund, shteti nuk u shërben më qytetarëve, por një kaste të mbyllur, pushteti të lidhura me tendra, klientelizëm dhe interesa familjare. Shteti është kthyer në sekser, jo në garant të ligjit. Pengimi i drejtësisë nga Edi Rama është i qartë dhe i dokumentuar, rasti flagrant i zëvendës kryeministres, aferat e Akshit, milionat e shpërdoruara janë prova se korrupsioni nuk është përjashtim, ai është rregull në vendin tonë. Ndërkohë qytetarët varfrohen, të rinjt largohen, familjet nuk përballojnë jetesën, kudo ndihet shkretim, sikur jetojmë në një kohë mortaje. Përballë kësaj situate, heshtja është bashkëfaqësi, qendresa është vetmja shpresë. Shqipëria ka nevojë për rezistencë qytetare, ka nevojë për protestë, për qeveri teknike që të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ka nevojë për dekriminalizimin e shtetit, të zyrave politike, të ekonomisë, të tendrave, të çdo cepi ku sot sundon korrupsioni dhe lidhja me narkotrafikun. Kasta e rilindjes nuk përfaqëson shqiptarët. Ajo përfaqëson vetëm familjarët e vet dhe oligarkët e vet.
Koha ka ardhur të kthejmë Shqipërinë shqiptarëve. Le ta kthejmë shtetin te qytetari, ligjin mbi të fortët, shpresën tek të rinjt, dinjitetin tek puna e ndershme. Partia Demokratike lindi si një lëvizje shprese. Dhe sot, pas 35 vitesh, ajo duhet të jetë sërish zëri atyre që nuk kanë zë. Ndaj, i nderuar Zoti Berisha, të nderuar demokratë dhe demokrat, historia na ka provuar se kur jemi të bashkuar, ne fitojmë, kur jemi të vendosur, Shqipëria ecën përpara. Gëzuar dhe jetë e gjatë Partisë Demokratike, rrof Shqipëria, rrof Partia Demokratike. Faleminderit Zoti Gjakmarkaj. Tani kam kënaqësinë që të ftoj në podium profesor doktor Sali Berishën, kryetarin e Partisë Demokratike. Të dashur demokrate, demokrat, qytetare dhe qytetar të qarkut të Lezhës dhe të Lezhës. Të nderuar deputet, drejtues të Partisë Demokratike, drejtues qeverisë vendore, në mirëditë, miq të dashur, një përshëndetje të përzemërt për të gjithë ju këtu dhe një mirënjohje të pakufishme për ju dhe për të gjithë qytetarët e qarkut të Lezhës për mbështetjen e jashtëzakonshme që i kanë dhënë Partisë Demokratike. Mirënjohja jonë është e pakufishme. Nderimi ynë është më i madh se kur për ju. Të dashur miq, ne sot mlidhemi në një datë 35 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike, ndaj dhe unë duhet përulem me nderimin më të madh para atyre djemve dhe vajzave, burrave dhe grave të këtij rrethi, të këtij qyteti që 35 vite më parë në kushte terrori të vërtet komunist me guxim, vendosmëri themeluan këtu në Lezhë Partinë Demokratike të Shqipërisë, themeluan pluralizmin politik, ndanë epokat, përmbysën sistemin më njerëzor që shqiptarët kishin provuar në tërë historinë e tyre, sistemin komunist dhe çelën dyert e lirisë, demokracisë në këtë qark dhe në mbarë Shqipëri. Nderimi më i madh për ta. Ne sot festojmë këtë, apo nderojmë këtë 35 vjetor, natyrisht me ndjenjë më të lartë të përgjegjësisë për detyrimet që kemi. Kjo analizë e këtyre 35 viteve se cilit prej nesh, çdo demokrati dhe demokratje duhet të shërbej para zgjithash si një përgjegjësi, si një barë e re për misionin e madh, misionin e ri që kemi. Në vitet 90, ne njerëz që në tërësi nuk kishim asnjë dieni se çfarë është rendi demokratik, por që lirin e kishim aspirat të brendshme shpirtërore, po jo diçka të përjetuar, sistemin dhe vlerat e demokracisë e kishim tërësisht të panjohur, ne me guxim përmbysëm rendin dhe ndërtuam
sistemin e idealeve dhe aspiratave tona. Shqipërinë e lirë, qytetarëve të lirë dhe dinjitoz, lirisë së besimit, lirisë së fjalës, lirisë së pronës, iniciativës lirë, Shqipërisë së hapur ndaj miqve dhe e rrjedhshtuar në anën e drejtë të historisë, Shqipërisë së vokacionit perëndimor, integrimit të saj në institucionet euroatlantike. Pra, njerëz të cilët pas një lloj praktike si që ishim ne, realizuam gjëra shumë të mëdha. Justifikuam plotësisht atë përpjekje të madhe që u bërë nga shqiptarët dhe si Parti Demokratike. Me programin ton, krijuam ekonominë e tregut. Me programin ton, krijuam institucionet e demokracisë. Siç është e pashmangshme, ne bëm dhe gabimet tona, dolem në opozit, në mënyrë të merituar. Nuk ka diskutim se tolerimi skemave piramidale nga qeverisja e Partisë Demokratike ishte gabimi më i madh i saj. Por ai gabim nuk ishte i qëllimshëm. Ai gabim vinte nga mosdia. Dhe dorëzuam pushtetin, menduan se u bëm copë pik, menduan se do na shunin nga harta e dheut, dhe vërteta është, ju kujtohet ju, kur nisën protestat e para, si sot e majmend, 30 vetë mblidheshin aty para derës Selis. Dhe diku më tutje ishte Pjetër Arnori, ndjeri i pavdekshmi, në grevurie në makinën e vetë. Por, ne vazhduam të mbrojmë vlerat dhe parimet që besojmë. Ne pasi njohëm gabimin tonë, bëm zgjidhjen më të drejtë ligjore, u dham përgjigje problemeve të krijuara në mënyrën më të drejtë, më të ndershme. Nuk pranuam që me ndërgjegje të kryemin veprime amorale, të mirrin paratë atyre që s'kishin vendos asnjë qindark në skemat piramidale dhe t'ja ujpin atyre që kishin humbur. Jo, ne ndoqëm standarde morale pavarësisht nga çmimi që mund të paguonim. Dhe përsëri, shqiptarët e vlerësuan këtë. Shqiptarët pan tek ne një forcë politike me moral, një forcë politike që e lëshoi karrigën, doli në gjyqin publik, mori përgjegjësitë, por mbeti e ndershme në moralin e saj, nuk mashtroi qytetarët. Mos harroni, rivali im u tha qytetarëve, do të rikthejnë çdo qindark. U thash, asnjë qindark nuk mund të kthej, sepse një borxh që nuk është marrë, nuk mund të njihet kurrë. Qeveria e juaj atë borxh nuk e kishte marrë. Kjo ishte e vërteta. Dhe në krye të 4 viteve, shqiptarët votuan në shumicë Partinë Demokratike. E votuan pavarësisht nga gabimi që ajo kishte bërë, por e votuan për parimësinë që ajo tregoi, për guximin që ajo tregoi. Ajo u ngrit si Feniksi nga hiri dhe fitoi zgjedhjet parlamentare të vitit 2001
të cilat e din shqiptarë të gjithë se si u grabiten me fenomenet e dushkut e tjerë. Përsëri, ne qëndruam, e gjunjëzuam pushtetin, mbrojtëm votën, ushtruam, ja u themun ju, në mbrojtësit më të sigurt, më të vendosur të votës së shqiptarëve. Nuk ka ndodhur kurrë që ata të cilët vëzhguan zgjedhjet të shkruajnë në raportin e tyre se ne e ndryshuam raportin pasi opozita solli prova të pakundërshtueshme. Raporti ndryshoi, zgjedhjet u damkosen. Faktikisht, qeverisë asaj kohe ne i hoqëm legjimitetin. Dhe ashtu që jemi ne Parti Demokratike e vlerave, e përcaktuar në rrugën tonë për realizimin e qëllimeve mjetët demokratike, ne vazhduam betejën dhe fituam në mënyrë plebiscitare në vitin 2005. Vite të qeverisjes të cilat sollen ndryshime që Shqipëria nuk i ka patur kurrë. Sollen ndryshime thelbësore. Shqipëria nga honët e mjerimit dhe të varfërisë që ishte, ndoshta edhe shekuj në grupin e vendeve me të ardhurat më të ulta, unë gjitë në grupin e vendeve me të ardhurat mesme të larta. Shqiptarët, për herë të parë në historinë e tyre, ishin njerëzit më të paguar në rroga dhe pensione në rajon. U transformua infrastruktura, u antarësua vendin në NATO, arsimi mori një vrull tjetër, një pamje krejt tjetër. Shqipëria ecte me hapat sigurta drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe ne vitin 2013 humbëm zgjedhjet, pranuam rotacionin, dolem në opozit, duke treguar një besnikri të palkundur ndaj demokracisë dhe vlerave të saj. Miq, po të hymë të numërojmë, arritjet e të shkuarës janë të shumta, por unë duhet të them ju se në qoftë se do kishte një emër tjetër, kjo parti, emri i saj do të ishte e pamposhtur. Në qoftë se demokratët do të kishin një emër të dytë të pamposhtur, asgjë s'ta mposhtin e. Asgjë s'e mposhti këtë parti. Ja u thash dhe njëherë, menduan se e fshin nga harta politike, jo, për kundazi, u ngritëm si Feniksi nga hiri. Në këto vite, ju demokratët, të gjithë demokratët, kaluan kalvarin më të pamerituar, po dhe provën më të madhe të dignitetit tyre, provën më të madhe të guximit tyre. Siç është, ndonjëherë e pashmangshme të vinë disa gjëra. Një kalpsire brendshme e kapi Partinë Demokratike. Një kryetar që ju dhat besimin
ditën ishte me ju, natën me Edi Ramën ndante parat dhe pazaret. Punon të kundra jush. Punon të kundër idealeve tuja, interesave tuja. Sepse i tillë ishte Edi Rama në radhë parë, po edhe ajo s'kam justifikim. Njeri armik i pluralizmit, bastard si një gjelati, që firmoste varjen litar, nga një anë hiqej si intelektual, skulptor, nga nga tjetër ullë dhe firmoste në presidium varjen e poetve, varjen e qytetarëve të thjesht, krejtësisht pa fajshëm, vetëm si kundërshtar politik. Ky armik i egër, i pluralizmit, gjeti dobësit dhe faktikisht po përpiqej ta rënonte nga brenda Partinë Demokratike. Unë e kam thënë dhe tjetër kundë dhe e them sot këtu. Vendimi më i rëndësishëm i jetës suaj dhe më i vështirë ishte vendimi për të mbështetur në vjeshtën e vitit 2021 Sali Berishën. Ishte vendimi për të dalë nga fasad opozita në opozit të vërtet. Por kësaj here, betej nuk e kishit vetëm me qeverinë shqiptare dhe misionarët e saj në Partitë Demokratike. Beteja ju ishte globale. Ishte me kreun e mafjes botërore që ishte George Sorosi. Ky Karl Marx i post-marxizmit, armik i egër, i Partisë Demokratike dhe vlerave demokratike. Por, edhe njëherë, ju provu të pamposhtur me zgjidhjen që bët. Ju zgjodh idealet tuaja, ju zgjodh dignitetin tuaj, ju zgjodh interesin kombëtar, ju zgjodh vokacionin perëndimor, ju zgjodh sovranitetin e vendit. Në kushte kërcënimesh, në kushte mjekullnaje shumë të madhe. Zgjodhet pluralizmin që themeluat, shpëtimin e tij. Dhe atë kalvar, atë izolim, besuan se na varrosen 7 pashë në tokë me izolimin. Po ja ku jemi sot. 7 rezoluta në mbështetjet tonë, sepse qëndruam. Nga buron kjo forcë e jona njerëz të thjeshtë. Shumica juaj, njerëz me privacione reale, ekonomike dhe të tjera. Nga buron kjo forcë? Kjo forcë buron tek misioni që ne besojmë, tek misioni që ne kemi marrë. Buron tek kauzat që mbrojmë. Kauza e lirisë, kauza e pluralizmit, kauza e dignitetit njerëzor, kauza e interesit kombëtar, kauza e vokacionit perëndimor, janë kauzat më të drejta të individit, të Shqipërisë dhe të kombit shqiptar. Ne i mbrojtëm ato në çdo rrethan. Ditën që u themeluam, kemi deklaruar, mos harroni kurrë, se ylli ynë polar është çështja kombëtare, se ylli ynë polar është interesi kombëtar. Miq, pra edhe njëherë na izoluan
Po pse na izoluar? Sepse mbronim interesat e qytetarëve shqiptarë nga një organizatë kriminale që i vidh të ata nga mëngjesi gjërndark. Po pse na izoluan? Sepse mbronim interesin kombëtar nga një tradhtar që me mburje deklaronte se unë merre vesh shumë mirë me kryeministrin serbomal të Beogradit se sa me kryeministrin e Kosovës. Pse na izoluan? Sepse ne donim të ishim njerëz me dignitet, të mirë vetë vendimet. Nuk mund pranonim opozitë shërptore e qeverisë. Dhe menduan se me izolimin ton do të na shunin. Por gabuan ram. Ja u them unë ju, sot ne festojmë këtë 35 vjetor më të fuqishëm se kur në ekzistencën tonë. Po. Sot ne festojmë, miq, sot ne festojmë këtë 35 vjetor më të gatshëm se kur. Më të gatshëm se kur për triumfin ton, më të sigurt se kur në këtë triumf. Ne edhe në kushtet më të vështira mbrojtëm parimet që besojmë. Dhe arritëm t'i faktojmë botës se Edi Rama është një armik i egër i votës së lirë. Se Edi Rama, ai kloni me atletet bardha që kalon nga një samit të një tjetër, është hajduti më i madh i Shqipërisë dhe Europës. Se Edi Rama është me bandit, se çdo bandit i bandave të Shqipërisë. Ne i mbrojtëm këto teza, se ishin të vërteta, edhe kur kthenin kokën anash, edhe kur turfullonin kur ja u thenim, e vazhdojnë. Koha fakton sot qëndrimin ton të drejtë. Një propagandë të mërshme, e pa imagjinueshme kundra jush, për t'u mashtru ju çdo ditë, për t'u fshehur ju çdo ditë vërtetat, për të glorifikuar të keqen çdo ditë para jush dhe bashkëqytetarëve tuaj, për t'u rësuar mendjen dhe vërbuar syt. E paguar e gjitha me parat tuaja, me kafshatën tuaj e kafshatës tuaj. Kjo ishte, po prap kthehemi edhe njëherë të pamposhtur. Të pamposhtur. Ne nga tetori 2024-s gjerë në 5 dhjetor 7 rezoluta ndërkombëtare të firmosura nga të gjitha partitë e qendrës djathtë dhe të djathta në botë në mbështetje të kauzës Partisë Demokratike në Shqipërisë. Si askund tjetër, sa ato që mbrojtëm ne ishin të drejta, nuk ishin vetëm për ne, po ishin për njerëz të lirë kudo në botë. Ishin vlera. Ndaj dhe rikthehemi tani në këtë 35 vjetor. Çfarë është ky 35 vjetor për ne? Ky 35 vjetor është një kushtrim për ne. Është një kushtrim i madh të përmbushim misionin ton. Miq, kemi dalë në fushë betejë. Kemi qartësuar për çdo shqiptar dhe çdo njeri të lirë në Europën në botë se armiku i vullnetit qytetarëve shqiptar e ka emrin Edi Rama. Se ai nuk ka zero legjitimitet.
sa i ka grabit mandatën me të gjitha mënyrat, sa i qëndron pushtet si përfaqësues i karteleve më të rrezikshme të drogës në Shqipëri dhe në Europë. Por, një gjë, që një qeverit qëndrojnë pushtet, pa legitimitet, çdo ditë që ajo qëndron për shkak se opozita nuk i ka dhënë drurin asaj që meriton. Nuk i ka dhënë drurin që meriton. Një pushtet i paligjshëm nuk tolerohet. Një pushtet i paligjshëm rrëzohet dhe vetëm rrëzohet. Sot, presidenti Donald Trump u bëri thirrje iranianëve, pushtoni institucionet tuaja. Sepse xhelatët e Teheranit vranë mbi 2000 protestues paqësor në rrugë të qyteteve të tyre. Si që në puna tek ne. Ne përsëri jemi parti, besojmë në votën e lirë, në pushtetin me votën e lirë dhe në rrugë paqësore. Ne nuk i drejtohemi dhunës, dhe u them unë ju, këtu ta keni shumë të qartë, se i cili për jush këtu, dhe çdo demokrat, është i aftë të bëjzap 100 hajdut të këtij pushteti, kudo që janë. Po, hajduti ka vetëm një ligj, vëlla ika, u fsheha, kështu janë këta, jam mbathin si mit, po, jam mbathin si mit. Pra ne, nuk kam, mos harroni kur, nuk ka kriminal më të rrezikshëm, nuk ka hajdut më të madh, as kërkun, as tek Toplint, as tek Çel dhe në asnjë klan tjetër, se sa Edi Rama në qeveri, se sa Taulan Balla në kryet grupit parlamentar, se sa Lubin Balluku, e tjerë. Jo, s'ka të krahasuar. Ashtu do t'i shohim gjëra siç janë. Çfarë bën tani? Ne i përmbushëm detyrimet tona. Mbrojtëm votën, po edhe këta, ditë e natë, i denoncuam për çdo vjedhje, për çdo akt dhe çdo gjë. Dhe ato përfaktohen. Tani na del fytyra e vërtetë e Edi Ramës dhe thot që unë nuk njoh vendimet. Thot që unë do të përdor imunitetin për të mbrojtur Lubin, për të mbrojtur lindat e tij, lindën e Afshit dhe lindën e Surrelit. Thot se ju, o demokrat, o shqiptar, ju kanë vjedhur, do t'ju vjedh, dhe ju s'keni ç'bëni. Ja, këtu po i them nga Lezhë. Në mënyrë absolute, po bllokove drejtësinë, fatin e babait tënd shpirtëror Enver Hoxhës do të kesh. Po qëse beson se pasi na i ke lanë të smurt në spitale pa ilaçe, fëmijët në shkolla pa ngrohje duke i vjedhur, rrogat dhe pensionet në të ultat në rajon, pasi ke ndërtuar parajsën tënde me paratë e qytetarëve kafshat e tyre, dhe ja kap me dokumenta për të gjitha këto, mendon se do përdorësh imunitetin, gjej vrimin e miut. Ja ku po ta them,
se kur nuk do ta pranojmë. Dhe njëherë, ne, majni mend, mos ta harrojmë asnjëherë, kemi fituar në të gjitha rastet. Kur kemi dalë në shesh, ja vdekje ja liri. Kemi fituar në vitet 90 me këtë moto. Kemi fituar në vitet 98, 99, po me këtë moto. Na vran. Po ne u hodhëm me moton, ja vdekje ja liri. Dhe kur ne themi këtë s'ka forcë në botë që na mposhtë ne. Ndaj dhe ky është misioni. Ky është misioni që na thret çdo demokrati e demokrat, çdo shqiptari dhe shqiptare. Po te i kalohet çdo lloj kufiri, çdo lloj limiti. Miq, a ju bënte batërdin me votat, makineria të mërshme, neveritshme, medjave vërsule i fitoj zgjedhjet. Njeriu që bënte farzë nuk bënte zgjedhje, i fiton zgjedhjet ky. Tani, njeriu që vjedh me qindra milion dhe miliarda, jo thot se nuk janë dokumenta ato, do t'i tregoj popullit dokumentat. Prandaj i them këtu, mos blloko drejtësinë. E drejtësia është e tëra në kontroll tyre. Ne, si të dini, po përsëri, ka një gjë miq, që kur është kriju shteti 5.000 vite përpara, ai pushtet është lënë që të gjykojë këta që qeverisin. Dhe po të mos jetë ai, atëherë dalim në një rend parashtetror. Dalim në një rend mira vjet përpara. Por me mendësinë e tij, ky beson se do mund të shpëtojë për t'ia bërë të qartë dhe njëherë. Ke zero legitimitet. Bëj lobi me shko ku duhesh e bëj ç'të duhesh. Në këtë tokë s'ke legitimitet. Ke vjedh zgjedhjet, ke vjedh qindra milion se miliarda para qytetarëve shqiptar. Nuk ka pas kjo tokë hajdut si ti. Me veten, me familjen, me rrethin, me të gjithë me radhë. Ndaj dhe, miq, ta mbyll dhe njerë, ne jemi të pamposhtur. Ne kemi faktuar. Ne e kemi faktuar. E kemi faktuar që jemi të pamposhtur. Dhe të ja faktojmë shqiptarve në mënyrën më të vendosur. Vendi kërkon qeveri legjitime. Vendi kërkon qeveri të dalë nga vota e lirë. Ja, ky është dallimi i madh i yni. Vendi kërkon qytetarë shqiptarë të votojnë të lirë, të zgjedhin ata që duan. Forcë në botë që ta pengojë ne në këtë mision nuk ka. Rrofshi ju, rrof Lezhë, rrof Shqipëria. Faleminderit, doktor Berisha. Kalojmë tani tek hapësira juaj e diskutimeve, sugjerimeve. Kush dëshiron ta marrë fjalën? Po, aty. Mirëmbrëma të gjithëve. I privilegjuar ta marrë fjalën në mbylljen e fjalës ti të liderit doktor Berisha. Ju përshëndes të gjithëve. Miq, demokrat, themelues, rithemelues Partisë Demokratike, të rinj dhe të reja, Lidhja Demokratike e Gruas, deputet, ish kandidat për deputet, kryetarja Degës dhe drejtuesi politik, zoti Gjekmarkaj. Si dhe pa harruar kryetarin e bashkisë, zotin Albert Melyshi. Doktor Berisha, mirë se erdhen në Lezhën e Kastriotit, në Lezhën e atë Gjergj Fishtes, në Lezhën e atë Zef Plumit, në Lezhën tonë, në Lezhën të larmishme, plot 3 dekada gjysëm Partia Demokratike e Lezhës, plot dinamik, plot histori, plot fitore, humbje,
por vim këtu për të festuar, jo se është ditë feste, por për ta kremtuar gjithë së bashku dhe me mesazhin për një fitore, për një beslidhje të re. Doktor, sot fatkesisht Lezhë gjendet e përmbytur, Kurbini gjendet i përmbytur, Mirdita është e përmbytur. Asnjë mas nuk kanë marrë dy bashkit si e Lezhës si e Kurbinit për zhbllokimet e kanaleve kulluese. Propaganda është e mjeruar e tyre. Vendi po lëngon nga trazirat në vend, nga korrupsioni, nga jo arsimimi, nga jo shëndetësia, të gjitha sot gjenden në kolaps. Fëmijët, me mira fëmijë, gjenden për shkolla pa ngrohje. Sistemi universitar ka arritur pikën më të keqe. Sistemi i drejtësisë po e po. Të gjithë jemi dëshmitar, okular të rrjedhojave të ngjarjeve, se si mira shifrat e censusit flasin, kanë arritur të kapërcej çdo shifër që të emigrojnë, kanë emigruar masivisht shqiptarët, kanë emigruar masivisht lezhjanët. Edhe sot pandehin këta të paudhët, Partia Socialiste dhe Kryeministri famkeq, sepse po punojnë, nuk e di se çfarë pune, thjesht këtu ka batërdi, ka skamje, është dukur shtresa e mesme. Doktor, në emër forumit rinor të degës si nën kryetar i saj dhe si një ndër anëtarët e organit më të lartë vendimarrës lokal, ju bëj thirrje, ju sugjeroj, miqësisht politikisht, merrni me vete në këtë betejë. Beteja po na thret, natyra na thret, të gjithë së bashku të kompaktsohemi, të praktikojmë formulën fituese gjithë përfshirëse, që në qendrën e secilës alternativë të ketë të prek çdo kënd, çdo sektor, çdo shtresë, çdo gjenerat dhe parapri. Nuk është vendi për kritika. Momenti është kritik. Momenti është decisiv. Momenti është final. Le të shkojmë gjithë së bashku. Merr me vete njerëzit energjik. Merr me vete njerëzit zemërluan. Merr me vete njerëzit idealist. Shumica e këtyre kanë qenë në opozit edhe kur kemi qenë në pushtet, doktor. Prandaj, ti thrasim edhe një herë mendjes. Le të shkojmë së bashku drejt kurorëzimit të fitores dhe të rrëzojmë bandën e Edi Ramës dhe shpurën e qeverisë. Ju faleminderit për vëmendjen, edhe një herë tjetër gëzuar. Faleminderit shumë. Kush e dëshiron fjalën tani, vetëm diskutimet pak më shkurt, ju lutem, dhe prezantohuni. Ja, zotria këtu, të lutem. Këtu zotria, pastaj. Ja, një moment. Zoti kryetari i partisë sot, kryeministri nesër. Mirë se erdhën në Lezhë. Unë jam Farmargjoni, jam mirëditor, por e i banoj këtu në Lezhë. Jam një në përsekutumit e djeshëm edhe të sotëm, më mirë me thamë. Tashti, zoti kryetar, ne si Lezhë, njerë të rojmë mirë se ardhjen, plus asaj gëzuar vitin e ri si kryetar partije, si kryeministër nesër. Tashti, demokratët në kohën e demokracisë kanë qenë në burgen internim, kur u fut demokracia, po megjithatë, ne prap jemi shoqatë se kemi parti me dy anëtarë edhe quhet parti, kurse ne jemi shoqatë me shumë me mira përsekutuar në Shqipëri. Prandaj, unë me thënë drejtën jam një në ata, po daja im ka qenë edhe si punë themelu si partisë, jam një pizëf nocit, mirë ditë. Kështu që, zoti kryetar, ne kemi fitu si Lezhë në Shqipëri. Falë deputetve, falë Gjingjonit,
Grënë Gjekmarkajt, edhe kretë më të edhe. Ne jemi të fituar në Shqipëri, kemi edhe bashkinë e Mirditës e kemi të fitume. Ndej, ne me thënë drejtën jemi pak të nënvlerësuar se jemi pak kryetar partije legjitim, por ne duam kryetarën e partisë, e kemi kryetaren, në fakt do një kanë ndërën, po do të votojmë që ta kemi kryetaret përhershme. Tashi, për mos me u zjatë shumë, me thënë drejtën, nesër me na pas pak parasysh ne si lezhë, edhe si qarkë, sepse jemi shumë të përmbytun, kemi shumë halle, nuk kemi shkolla, shkollat janë, por nuk kemi nxënës marana, nuk kemi të ri, më i riu në shtëpi e me jam unë. Ale, ju falënderoj, kam kërku disa herë me u taku në zyrë, po nuk ma dhanë mundësia, shef kam pas me u taku zoti kryetar. Ju përshnes. Faleminderit. Ja, një ndërhyrje, zotit Berisha. Për ndërhyrjen. Faleminderit shumë për mbështetjen. Ju garantoj se Spari, Mirdita dhe gjithë veriu, e kam thënë dhe e them këtu, është në një shkallë diskriminimit të tillë sa nuk ka regjim. Edhe Enver Hoxha që e konsideron të zonë armike, kush e lexon në atë kohë, por diskriminimin që i ka bërë Edi Rama veriut, nuk ja ka bërë kur një kryeministër në histori. Dhe pa asnjë diskutim që shpërndarja e të ardhurave e buxhetit do të jetë më e drejta që mund të bëhet. Veriu kontribon me pasuritë e veta në buxhet të paktën 10 herë më shumë se sa çmerr. Është një shfrytëzim i egër. Për sa i përket përmbytjeve, tani nuk ka dyshim që shirat e mëdha edhe krijojnë. Por në mënyrë absolute, e gjithë infrastruktura që ndërtohet pikërisht për të përballuar shirat e mëdha dhe përmbytjen, ka qenë në tërësi jashtë funksioni. Sepse çdo qindark që caktohet për mbajtjen e saj shkon në xhep dhe jo në punë. Ndaj dhe ky, pas kaloi një javë të përmbytur dhe mblodhja të quhet Komiteti i Emergjencës dhe nuk e shpalli gjendjen e fatkeqësisë natyrore apo emergjencës natyrore, se po ta shpall duhet të kompensoj një me një damet e krijuara. Po ta shpall. Ndaj dhe nuk e shpalli. Pra, servir mashtrime edhe në këtë fatkeqësi natyrore do ta kaloj me mashtrime. Për sa i përket, nuk mund të ketë ndyshje, ju vetë do zgjidhni kryetarin me votën tuaj siç jemi të përcaktuar në mënyrë përfundimtare. Vendimarrja është e anëtarëve të Partisë Demokratike, është e juaja. Faleminderit. Po, zotëria këtu? Vetëm prezantoni. Dhe, doktor, përmbas Kash Patel, jeni më informuari në Shqipëri, desha të pyes, si e ka emrin klinika e Burgut Fierit, ajo që mbjell flokët? Dhe pastaj
personazhe që dalin kanë sukses paralel politik me të njëjtën sigël të partisë. Edhe dyta, kush është ai hajvani që akuzon Shqipërinë si vendin më korruptuar në botë? Ai hajvani amerikan, e kam pllafin. Faleminderit. Tani, dy fjalë do t'u them. Kjo parti ka qenë dhe do mbetet parti e mendimit lirë, e mendimit hapur, por u t'jap ty fjalë në nderit. Kur nuk do mund ta marr kush këte për interesa personale e vetjake. Ata që e bën këte, ata ushuan emri tyre, nuk është më. Partia Demokratike është partia e idealeve, aspiratave dhe e moralit të ndershëm të qytetarëve shqiptarë. Por kjo parti nuk është kur parti as e lejeve të ndërtimit, as e pallateve pa leje, as e fshehjeve të krimeve. Gabon ai që mendon. Ai që kujton se mundet të bëj, mund të ta themi të lulëzoj në këtë mënyrë, ai gabon. Jo, nuk luftojmë ne, për ne jemi parti ligji, parti kushtetute, parti normash, asnjë nga këto. Jo. Dhe një gjë jemi këtu. Ne jemi dhe një analizë, edhe një debat, dhe ta bëjmë të hapur, sepse asnjëherë s'duhet na pengojnë rrethanat, të shohim realitetin me sy, të kritikojmë, të propozojmë, të sugjerojmë. Kjo nuk mund të ndodhë në këtë parti. Ishte një periudhë, ja u them unë ju këtu se kam fare të fshehur, ishte një periudhë kur ne po punonim për të mbrojtur votën. Cila ishte kjo? Edi Rama po bënte çdo gjë të ndryshonte raportin. Po përdorte të gjitha mjetet, të gjitha lobimet, të gjitha fuqinë monetare. Ne po bënim gjithçka të mbronim votën tuaj. Me fakte, me dokumenta, pa asnjë lloj, asnjë mjet tjetër. Dhe ne nuk mund t'i jepim atij asnjë armë, asnjë lehtësim, asnjë ndihmë kundra nesh. Me këto, tani debatet i kemi të hapura, po një gjë, në qoftë se ti vrapon për interesa private edhe flet në emër, ti do përfundosh një lloj si ata tjerët, edhe pa asnjë emër. Nuk të ka borxh, kërkujt kjo. As Sali Berisha, Partia Demokratike nuk ka asnjë borxh. Ne kemi borxhe njëri tjetrit, ne kemi detyrime ndaj njëri tjetrit. Ne qëndrojmë në norma morale që i besojmë dhe që i kemi. Tani, jemi mua këtu po, shumë mirë, diskutojmë, bëjmë. Shkputësh e ecën me vrap, po shkor ku dush, nuk është ajma. Po kjo kështu është ta mëdo, po si mundet ta mëdo. Jo, po më mëdo. Pra, thash, as një lloj efekti, as një lloj fare, zero. Tek ajo zonja aty. Ajo gruaja aty. Mirë mbrëma, unë jam Flora Shabi. Dhe Faleminderit. duke i uruar Partisë Demokratike për festën, ose më mirë ditën e krijimit të saj, dëshirojmë që të jetë sa më e fuqishme dhe sa më e vazhdimsi të jetë, të mos themi kur mrapa, dëshirojmë. Kjo është dëshira jonë. Unë si një ndër përfaqësuesit të Partisë Konservatore të Rrethit Lezhës dhe ish këshilltare e kësaj partie, duhet i thamë edhe një dy fjalë. Dashta të bëj një pyetje më shumë. Deri kur
Zotë ish president, populli voton, vota e popullit nuk mbrohet, nga cili anë duhet mësy populli, sepse kjo vot ne gjithmonë fajsojmë kundërshtarin. Po kur ne votojmë, populli kujt duhet ja drejtoj këtë drejt, dhe edhe si pjesë e kësaj popullate këtu, duhet thëmë që populli i Lezhës gjithmonë, si që dim, është kënë demokrat. Dhe shumë padrejtësi po bëhen kësaj zone. Njëri, jo, po kjo është demokrate, s'dua ta mbroj, nuk dua ta mbështes këtë, nuk duhet t'investoj atje, apo këtu. Falë Zotit diçka ka fillu të lëviz, por shumë larg jena rreth kësaj. Deri kur duhet të mendojmë që ta mbajmë këtë pushtet. Ose këtë pushtet, pse duhet të qëndroj kur populli nuk e do? Atëherë kujt do t'ja kërkojmë llogari na si popull, derisa na votën tonë japim. Aty ku duhet. Faleminderit. Tani, ju është toni drejt pyetjen, problemi është kjo. Ky pushtet, ose do t'jap një përgjigje me një deklarat të një parlamentari shumë të shquar Europian në parlament. A ju thatë pranishme se në Shqipëri, krimi i organizuar nuk lejon rotacion në pushtetit. Pra, krimi i organizuar shndrohet në vot dhe vota shndrohet në krim. Dhe ndaj dhe ne jemi në këtë moment historik. Në një moment të një përballje të madhe me një qeveri që ka zero legitimitet. Qeveria që shkelmon votën dhe zhvillon fars, qeveria që kapet duke vjedh 100 milion, ajo nuk meriton as një minut në pushtet. Prova është e jona. Prova është e jona. Po unë kam besim të madh se ne këtë provë do ta kalojmë me sukses. Dhe ne do të bëjmë që shqiptarët votojnë të mirë. Mirë mbrëma, gëzuar festën, unë quhem Frok Mekzdedaj, vi nga lagja Nën Tereza, kryetar seksioni prej 27 vitesh. Unë kam 3 pyetje, zoti Berisha. Pyetja parë, si nohaci mirë i politikë si je, e ke nohatën e fije se keni shumë shputje nga baza, dhe më thënë u deshen 8 muj. Një moment. Ti folë për vetëm, po flasë për mbaroj fjalën. Keni shumë shputje nga baza prej u bën 8 muj që nuk kemi kontakte me bazën, sepse kjo baza, kjo po ama në Partinë Demokratike Gjallë. Dhe unë besoj se kjo është jo faj jot personal, po kes informimi që bëhet nga numri 2 i Partisë Demokratike dhe më poshtë. Dhe kryesisht drejtuesit e qarsheve, sepse drejtuesit e qarsheve janë të mrum, janë në lista të mbyllura dhe nuk besoj se nuk i njohin mirë as demokrat. Dhe pyetja e dytë është primaret, çështja e primareve. Primaret si proces në vetë janë të shkelqyra, por në një pjesë të saj u kthyn prej mbrapshte, jo primare, sepse u caktun ato persona që nuk janë votu kryesisht, nuk janë votu, kanë marrë pjesën më të vogël votave. Dhe unë nisem nga qarku i Lezhës, duke marrë parasysh se sikur mos ishte Xhinxhoni dhe Lindita. Sa deputet do merrshim Lezhë, tu pas parasysh pushtetin arrogant Lezhë. Dhe
Pyetjen e tretë s'po mbahet me ta thënë, po ka që vështirë është të dorëzohet stafeta, doktor, sepse ti je një person që ke dhënë prova në 2013 si një burr shteti. Ke dorëzu, po unë kam dyshimin se ke frikë se do na vinë ai lul tjetër. Dhe për këtë ke arsye. Ju përshëndes, faleminderit. Jo, ju lutem një minutë. Ja, një moment. Për sa i përket shkputjes nga baza, kritika do të merret parasysh dhe të garantoj që ne do bëjmë gjithçka për dialogun më intensiv me bazën. Me qoftë deputetët, qoftë drejtuesit e Partisë Demokratike. Kjo është, do të thënë, ky debat pat një pushim, një pauzë në periudhën që unë ja u shpjegova. Ishte periudha kur është zhvilluar një ndeshje pa dukshme midis nesh dhe qeverisë, ku ajo bënte çdo gjë për të ndryshuar raportin, me kërcënime dhe me të gjitha mënyrat, kurse ne bënim çdo gjë për të mbrojtur votën, dhe ata se ndryshuan dot raportin, vota u mbrojt. Së dyti, për primare, tani ke hapur një temë shumë të drejtë. Dhe për secilin për jush, në qoftë se ka një mënyrë që mendimi juaj të përfillet, që vullneti juaj të përfillet, unë besoj se vota dhe primaret janë. Se përndryshe, nuk jeni ju që vendosni, po janë ata që ju delegoni dhe mirë është vendosni ju sa më shumë. Tani, a ishi një proces i përkryer? Jo, nuk ishi një proces i përkryer. Por, a mund t'ja u garantoj unë, Sali Berisha, ju këtë proces? Absolutisht jo. Mund t'a garantojmë bashkërisht. Ku e kam fjallën tani? Së pari janë listat. Tani, miku im, Kryesia e Partisë Demokratike në Tiranë nuk mund bëj listat e demokratëve në Lezhë. Listat e demokratëve në Lezhë do t'i bëni ju vetë këtu. Dhe Partia Demokratike në Tiranë të mos guxoj t'i prek ato. Siç t'i bëni ju, t'i marrë t'i varë. Kjo se se do të vijun aty. Pra, listat. Tani, kemi duhet ta pranojmë, ke një problem me listat. Pse kemi problem me listat? Kemi problem sepse ka një lëvizje shumë të madhe, njerëzish. Dhe ti ke rreth e sot që ka 8.000 antar, votojnë vetëm 2.000. Çfarë po mendoj? Dhe ky është udhëzimi i fundit për kryesit. 1. Listat do miratohen në kryesit e degëve. 2. Do pajisen me dokumentin e ri të gjithë ata që kanë votuar 5 vitet e fundit. Në qoftë se ke votuar 5 vitet e fundit, ta zamë është e caktuar data, ti do marrish dokumentin e ri. Në qoftë se nuk ke votuar, kënajt 4 vjet, 5 vjet në gjumë, prap je antar, por, tani themi të vërtetën, a e merr ti dokumentin apo jo, kjo është çështja jote. Dhe për të marrë ti dokumentin do të aplikosh, do të mbushish formularin. Dhe pasi të mbushish formularin, ti
Dega do e sjell në Tiranë edhe do të prodhoj, do të jap dokumenti, do të sjell dokumenti këtu. Në këtë mënyrë, ne sjellim një thellësi, qartësi dhe i bëjmë listat më reale. Por edhe njëherë, listat duhet jenë atribut kryekput i juj, i bazës, i degve. Nuk duhet heqim dorë, pristi, edhe gjë. Nuk duhet heqim dorë, se unë i një ka dhe njerëz, jo po s'ta u duhet këto primarët, nuk ka mënyrë më të sigurt për të patur ju rolin që duhet të keni se sa vota. Nuk do të heqim dorë për tyre. Është një arritje ajo. Hajde t'i përsosim, hajde t'i konsolidojmë. Ka defekt. Ku është defekti tyre, ta them unë tjetër. Defekti tyre është të kandidaturat. Në këtë formë si që bëjmë ne, këtë formë po e quajmë 100% të hapur, mund të ketë një ose dy forca tjera politike në botë. Partitë e tjera, edhe ato që i kanë vu të parat primaret, bëjnë seleksionim. Kanë një komitet seleksionimi të kandidaturave. A do kalojmë ne në komitetin e seleksionimit apo jo, as unë nuk mund të them, do jetë çështje debati, e diskutimit, në mënyrë që ta vendosim, po unë nuk jam që të heqim dorë nga primaret. Se më thonë, ja, duhet vendosni ju. Prap, duhet vendosni ju. U them unë ju. Tjetër, këto ishin. Pasarësit, e bukur të shumë kjo. Tani, them me sinqeritet, vetëm gjë që s'mund ta bëj kurrë, pasardhësin. Jo. Nuk është reale. Nuk kam normend të la pasardhës as vajzën, as djalin tim. Pasardhësin ja u la ju, do ta zgjidhni ju, atë që të besoni më shumë. Kjo është... Besoj që i morët përgjigjet këtu. Kalojmë atje te zotëria aty. Që e kërkoj fjalën, po, dhe këtu. Do marrim edhe 3 pyetjet e fundit. Mirëmbrëma gjithëve. Mirë se erdhe doktor Berisha në prezentën tonë këtë festë 35 vjetorit të themelimit të Partisë Demokratike. Turoj shëndet, quhem Detbi Banjeqi nga Pllana, një ndër themeluesit e parë Partisë Demokratike në Lezhë. Erdha këtu sonde se po shmenëm çdo mëngjes e çdo darkë të ngju televizorin, po unë s'mund fol me ta. Erdha mi thanë 2 fjalë këtu, non se do gjaj mirë kuptimin tuaj, se s'pongjojmë asgjë tjetër, have veç miliarda, miliona lekë të tjetër. Ne jemi në opozit, jemi të humën, 38 vjeç kam qenë kur ka fillu demokracia, sot po bëjnë 73. Jam i pakënaqur jo nga ana juaj, sepse gjatë kësaj periudhe jam da me vlla, jam da me kalamaj, e me kret, me ju nuk jam da, sinqerisht e them. Dhe betohem se me të derë kam qenë gjithëherë. Ndaj, zoti Berisha do ta gjej mirë kuptimin tuaj dhe të gjithë auditorit tonë, që të mirë kuptojnë pak oponentës kam qef me bo edhe për arsye moshe dhe për eksperiencë që kam në Partinë Demokratike e shkollës mesme. Kur je i humën, ka nevojë për analiza. Unë nuk do të hyj se janë marrë fjalori i shqipit nga aja deri Gëzheja me poshtërsitë që bojnë këto. Zoti na çoj në këtë fatkeqësi, po socialistët e kanë pasuar mën tash 13 vjet e nuk bojnë zonë, as nuk kanë kohën. Edhe prap tani unë kam biseduar me miq se kam edhe majt edhe djath miq, thonë me ca flopa e jeme sa ku të pjellin e jotja, na s'kërkoj mas i lek vish mas merrni ju demokratët. Sinqerisht pa besoni,
Kjo është e vërtetë. Ndaj them unë këtu, si demokrat që kanë ideal, nuk bëhet fjalë për interesa personale, se unë tani kështu shkoj puna, 6 kalamaj kam. Më i riu, si që thaj zotëria para folë, që unë jam këshpia. Prandaj zoti Berisha, edhe herë, du të mirë kuptoni, oponenca jeme, e vogël ndoshta, është në lidhje me të ardhme që të pedeja duke filluar nga sot dhe nesër. Fjalët janë marru për poshtërsi dhe pëses. Nuk e di se si e keni planin A, B, C, në lidhje për sa i përket strategjisë për të fituar Partia Demokratike. Nuk ka diskutim kushje. Je nana baba në thojza e Partisë Demokratike dhe e demokracisë në Shqipëri. Unë të kam ljek shumë. Këtu duhet një luftë. Situata është shumë e vështirë, ne po vujmë. Dikur kanë bathan që të hamë në na. S'po na lajmë me harë, ta është 3-14 vjetë. Ina të mbijet u vetë. Kush e ka fajnë? Ne si auditor jo. Ne japim vota. Ne shkojmë votime. Na hupin votat. Juve jeni atje, për ju votojmë. I keni deputet, i shofë në revolt. Dikur ka pas knajsi me po parlamentin. Sot e kena në veri, vish në gjellajmet. Jo nga ana juj, jo peden. Ndaj thash po bëjmë pak oponentës, bol keni luftu, nuk kam që thamë për ty, se unë së mu dhanë men ju, se ju jeni të menë shumë vetë, ju e menë shumë, po je edhe për botën, sinqerisht nuk ka bëjmë loje, dihet se kush jeni, edhe pa shumë sakrifit. Nuk mund vijon 73 vjeç ma. Ka marrë më kam me shokët e mi që kam këtu njerëz që edhe më njofin. Nga Thomana në Tiranë, ka marrë më kam, 98-ën. Po jo i hera, po me 10 herë, idealim ka që. Ndaj thash, deputetet, sepse ne jemi edhe pa lek. Ne jemi edhe me nevoja ekonomike shumë të mësdoshme. Shumica, ndaj pedeja ka ra këshu në gjumë. Ndaj u bajthirje, sepse ne nuk du të në ngeli hadrja shpet. Jo ky, jo aj, jo se një tjetër. Deputet shumë mirë. Që ku po e festojmë në për vjetorin e pedes. Asë një nga në të kryetarët e Partisë Demokratike që janë qysh 91 nuk i ke këtu. Kanë ble makina dhe palate. Kanë hik në Amerikë, i ke 6. Edhe jena në veri. Edhe jena në veri. Që du të mirë kuptojmë, sepse edhe juve të ashtë nuk bëhe flas nga ana e krahinore me do lokalizmin, sepse lokalizmin e ka do atira me veri në jugun. Juve jo, jeni të rëku shumë i but. Na ke lanë ne mas dore, bile ke simuluat të i thanë opozitare vlezër. Më falin se edhe kam edhe dy tjera, se në është apozitatëm se edhe kohë është lënë. Tjetra, zoti Berisha, në lidhje me strategjinë e Partisë Demokratike, nuk u fut ajo se sa japim lek tjerëve na, marrë me na bua dhe fushat, sikur t'ja u shedhan janë 1000 vetë dhe keme rëthuat Kryeministri Erbur, ma thot menja sepse doja kishin shëm ato gjama, doja kishin pris. Mendoj unë. Mendoj unë që ato lek mami e me na i badhan janë një që ka të rikë, do se luftojnë për zote pa armë, se të ashim pa armë nuk e dumë, se ato e thotë. Por e komunizmi ka ra rraf kështu si nuk bëhat fjallë, thash. Ato nuk kërkojnë asi lek, jo me i pa me trëp, e gjone e gjallë, po mi a pashem e në kretë një horë të reshi, sepse rëfara komunizmi dhe është shpres në zotin. Kërkoj dhe mirë kuptimin prap, sinqerisht, zoti Berisha, kush ta ka lidh atë nyjen të drejtësisë tone që jena në grata akoma? Ku është lidha jo pa drejtësia jote? Ku? Sikur ta heqesh atë edhe ti thush dikujta, sepse jo se të bën gjatë ty, jo në grata, po ti me të fut në ku do me të fut të delë, dole në dritare, 333 ditë. Nuk ka bursit me lëty, ja. Të lutem, ma ke mundësi në qofë se mundesh, duke mas na i tërgu sekrete që kena mi bënë, se na i thoshim do t'ju bëjme, do t'ju meshim, mas ma mirë mas ma kalzuën e me mujtë e mja bënë surprizë, e mi i vëroa, mi i qitë fare. Ju falem derit shumë, ju përshëndes gjithë. Jam Rita Gjoni, Bashkia Lezhë. Unë nuk kam një pyetje, po kam një kërkes ndaj kryetarit të Partisë Demokratike. Kërkesa ime është që të brenda mundësive të rishikoni statusin e Partisë Demokratike, që të keni mundësi
të drejtojnë Partinë Demokratike ai që ka forcë, shpatulla dhe takat ta drejtojë. Më thënë, sot të Partia Demokratike, për shumë arsye, ndoshta dhe për kontributin e Partisë Demokratike baza, qendra, është më e vogël se çka qenë, por mund të bëhet akoma më e madhe se që është sot. Dhe sot duhet ta drejtoje dikush që ka forcën për ta drejtuar. Pavarësisht nëse një person është i aftë dhe ka edhe funksionet e tjera, të mund ta drejtojë Partinë Demokratike, të paktën për legjen. Partia Demokratike në Lezhë ka nevojë të riformohet nga fillimi, duke filluar që nga forumi rinor, forumi i gruas, qendra, çdo gjë. Që të bëhet ajo Partia Demokratike e madhe që kur bënin protestat mbushte gjysmën e sheshit në Tiranë. Jo si jemi pak sot, po jemi më pak se që kemi qenë. Qofse kjo është një sugjerim për të marrë parasysh në rregull, por detajet mund t'ju kërkoni koordinatorëve tuaj dhe mund ta shqyrtoni më tej në qofse është e mundur. Ashtu siç juve mund të drejtoni, mund të mbani dy detyra, ashtu mund t'i mbajnë dhe të tjerët, besoj që Partia Demokratike të ringritet nga fillimi, paktën për Bashkinë Lezhë, ndoshta edhe në qarkun komplet. Faleminderit. Faleminderit për sugjerimin, për propozimin, dhe do ta kemi parasysh, qoftë pasqyrimin në statut, dhe është i domosdoshëm një statut që në tërësi do ketë ndryshime dhe shqyrtime në kuvendin e ardhshëm. Jeni të ftuar të sugjeroni, të bëni propozime që absolutisht do mbahen parasysh. Po, edhe pyetja e fundit, sugjerimit e zotëria aty. Po, janë në fjalën përmbyllëse. Në fjalën përmbyllëse do ta diskutoj doktor Berisha, ju lutem. Po, do flasun tani. Po, pas këtij. Ja, një moment, ja lejojmë zotërisë pyetjen e tij, fjalën. Jam Nazër Prandikovi, ish drejtuesi i Partisë Demokratike Lezhë, disa kohë më parë. Jam me probleme shtetësore dhe kam frikë se nuk kam rast tjetër të flas me ju, e desha të flas sot. I nderuar kryetar i Partisë Demokratike, profesor Berisha. Nuk presim rezultatet e reja me metodat e vjetra, thot një shkencëtar i madh Albert Einstein. Këto është dhe pyetja për ju. Unë mendoj, ka ardhur koha që Partia Demokratike të promovoj disa vjetra intelektual të rinj si orator para tubimeve të ndryshme në për Shqipëri për të demaskuar këtë regjim monster antikombëtar. Pse Partia Demokratike nuk ndërton një strategji të ngjashme të re në një nivel më të lartë se të vitit 2005 me ish-kopin e famshëm që dha rezultat në atë kohë, pa çka se gjysa për tyre ishin tratar. Pse e injoroni një ide të tillë? Unë si demokrat i vjetër i Partisë Demokratike dyshoj në egoizmin, protagonizmin ekstrem të kryesisë së Partisë Demokratike, pse jo, edhe të deputetëve tonë që kanë dalë nga listat dhe jo nga votat direkte të popullit. Shkrimtari i madh Goethe ka thënë, në çdo luftë shumica mundet me shumicë, që do thotë për Partinë Demokratike se elektorati fitues i joni është elektorati i zhgënjur i Partisë Socialiste, pa anashkaluar partitë e vogla. Kam vënë re shumë rrallë të ndërtoni oratorin tuaj drejt elektoratit të zhgënjur të kësaj qeverisje. Oratori Ciceron i Romës ka thënë, nuk ka gjë më të mundur që nuk bëhet e mundur
Edhe njëherë, nuk ka gjë të pamundur që nuk bëhet e mundur në politik nga oratorët e mëdhenj. Këtu kam fjalën për oratorë të mëdhenj. Me fytyrë të reja që gjallë shpresë, besim të popullit për ndryshim. Një udhëheqës burë shteti mendon se për çfarë të bëj në fund të mandatit të parë dhe një burë shteti mendon si të fitoj zgjedhjet e dyta të radhës e për të përfunduar diktaturën. Diktaturë, jo, se Shqipëria në këto 113 e funit nuk ka zerë burra shteti. Përjashtuara me të zogu, Sali Berisha është një provë për burë shteti. Doktor, doni një fjalë për mbyllëse të zotit Berisha. Ju falenderoj shumë për ndërhyrjet tuaja, për këtë pritje. Ju garantoj se Partia Demokratike do të përmbush misionin e saj, detyrimin që ka për të garantuar votën e lirë shqiptarëve dhe fitoren e opozicës. Me 24 janar, Tirana, Sheshe dhe Rrugët janë të opozitës. Ndaj dhe juftoj të derdhemi të gjithë në Tiranë për të treguar vendosmërinë tonë për të larguar me vendosmëri këtë qeveri nga pushteti. Ju garantoj se Partia Demokratike është një proces jashtëzakonisht të rëndësishëm të ripërtritjes, të përpunimit të programit dhe strategjisë për të realizuar misionin e saj për mbysjen e diktaturës së dytë në Shqipëri dhe rikthimin e demokracisë. Rrofsh ju, rroft Lezhë, rroft Shqipëria. Me që është edhe themelimi i përvjetori themelimit të Degës, do të presim tortë këtu bashkë me doktor Berishën. Po që bëjtë të mërëse në njëzën a përbarë. Po e ti mërë.